Grupi prej 5 personave që mashtruan biznesmenin Shkodran, 3 prej të cilëve të arrestuar, dyshohet të jenë pjesë e grupit të shumë kërkuar po për mashtrim Florian Gjergji. Ditë më parë, policia arrestoi Krenar Toromenin, Ilia Egjinin dhe Artur Lecinin. Ata e kishin marrë biznesmenin në aplikacionin Viber me një numër të paregjistruar dhe i ishin prezantuar si miku i ngushtë i Tonin Marinajt, kryetarit të bashkisë në Malësi të Madhe. Të arrestuarit i kanë kërkuar shumën prej 40.000 euro me pretendimin se do t'u çonin Marinajt dhe do ja kthinte brenda pak ditësh. Sipas biznesmenit, parat ua ka dhënë me mirëbesim dhe në mbrëmje pasi ka marrë Tonin Marinaj në telefon për ta pyetur nëse i kishte marrë parat, ka kuptuar si ishte mashtruar. Pasi bëri kallëzim në polici, autorët u identifikuan nga kamerat e një biznesi pranë Rinasit ku edhe ishin dhënë parat. Florian Gjergji prej kohësh është shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet, ndërsa dyshohet se fshihet në Gjermani. Skema me të cilën operon grupi i tij është përdorimi i identiteteve të personazheve publik, kryesisht figura të politikës, për të kërkuar para palëve të treta. Përveç rastit të fundit, ku është përdor edhe emri kryebashkiakut të Malësisë së Madhe Tonin Marinaj, ky grup ka mashtruar edhe në emër të Taulant Ballës, duke i marrë 100.000 euro një biznesmeni, si dhe në emër të Rion Veliajt. Ky rast dështoi pasi biznesmeni e kishte kuptuar që bëhej fjalë për mashtrim.